Psalmin 51. Psalmi Davidit, Psalmi 51. Ki mëshirë për mua, o Perëndi, sipas mirësisë sate, sipas dëmshurisë që ke fshitë ligat që kam bërë. Më pastro tërësisht nga pavësia ime dhe më pastron nga mëkati im. Sepse i pranoj të ligat që kam bërë dhe mëkati im më rri gjithnjë përpara. Kam mëkatuar kundër tejet, vetëm kundër tejet, dhe kam bërë atë që është e keqe për sytë e tu, me qëllim që ti të njihesh i drejt kur flet dhe i ndershëm kur gjykon. Ja, unë jam mbrojtur në paullësi, dhe nëna ime më ka lindur në mëkat. Por ty të pëlqen e vërteta që qëndron në thelb dhe më mëson diturinë në sekretin e zemrës. Më pastro me hisop dhe do t'jem i pastruar. Më laj dhe do t'jem më i bardhë si bora. Bëj që të ndjej gëzim dhe ngazëllim, bëj që kockat që ke thyer të kremtojnë edhe ato. Fshi fytyrën tënde nga mëkatet e mia dhe fshi tëra paullësitë e mia. Perëndi, krijo tek unë një zemër të pastër dhe përtëri tek unë një frymë të patundur. Mos më largon nga prania jote dhe mos më hiq frymën tënde të shenjtë. Kthem gëzimin e shpëtimit dhe përkrahme me frymë dashamirësie. Atëherë du të mësoj rrugët e tua shkelësvet dhe mëkatarëve do të kthehen drejt tejet. Çlirom nga gjaku i derdhur, o Perëndi, Perëndi i shpëtimit tim, dhe gjuha ime do të kremtoj tërgaz drejtësinë tënde. O Zot, hap buzët e mia dhe goja ime do të shpall lëvdimin tënd. Ti në fakt nuk ndjen ndonjë kënaqësi në flijime. Përndryshe do ta ofroja, nuk të pëlqen as holokausti. Flijimet e Perëndis janë frymë e thyer, o Perëndi, ti nuk e përçmon zemrën e thyer dhe të penduar. Bëj të mirën Sionit për dashamirësinë tënde, ndërto muret e Jeruzalemit. Atëherë do të gëzohem në flijimet e drejtësisë, në holokauste dhe në ofertat që digjen tërësisht. Atëherë do të ofrohen dema të rinë mbi altarin tënd. Amen, fjalës të Zotit. Davidi, vëllezër dhe motra, një shërptor i Zotit, i përkushtuar tek Zoti, jetoi në dhjatën e vjetër, nuk jetoi në hirin, nuk jetoi në dhjatën e re, nuk mori atë që ne marrim, kaq në mënyrë të bollshme që është hiri i Perëndis, nëpërmjet fytyrës të Krishtit dhe flijimit të Jezu Krishtit në kryq të Golgotës. Është hiri, jam mëkatar, jam i dënuar për në vdekje për shkak të mëkatit tim, sepse shpërblimi i mëkatit është vdekja, dhe drejtësia e Perëndis thot vdekjen për mëkatarin. Kështu thot drejtësia e Perëndis. Por duke ditur Perëndia se njeriu nuk mundet me veprat e tij, me drejtësinë e tij, nuk mundet me forcën e tij që të shpëtohet, dërgoi birin e tij në kryq të Golgotës. Davidi këtë nuk e njifte, nuk e dinte, por ishte një njeri dhe një shërptor i Perëndis sipas zemrës të Zotit, sikurse dëshmon vetë Perëndia nga fjala e tij. Gjeta thot, ku do të thot se kërkon Perëndia kur thot se gjeta. Kërkon që të thot Perëndia se gjeta Davidin, birin e Jisait, do të thot se jo vetëm atëherë, por edhe sot Perëndia kërkon. Kërkon aty ku ne nuk e dim, aty ku ne nuk shohim. Kërkon të gjej njerëz, burra dhe gra, shërptor dhe shërptore, çfarë të jenë të fortë, të jenë të guximshëm, të kenë forcë dhe pushtet të madh, jo vëllezër dhe motra, por të kenë zemër sipas zemrës të Perëndis, zemër të butë, të thjeshtë, gati që të zbutet kur të vijë gabimi, kur të hyjë mëkati.
sepse përsëri është e shkruar se asnjë njeri nuk është i vërtet. Të gjithë gënjeshtar jemi dhe jemi larg drejtësisë të Perëndisë. Por e them përsëri, dhe e dim shumë mirë, e njohim veten tonë. Dhe nga ana tjetër e dim nga ana tjetër se Perëndia bën mëshirë, bën hir kur zemrën tonë e kthejmë drejt Tij dhe e lëm që ta bëjë sikur zemrën e Tij. Gjeta thot Davidin, birin e Isait, e përcakton pra me emër, e gjeta burr me një zemër sipas zemrës time, i cili është gati të bëjë të gjitha vullnetet e mia. Dhe përse është gati të bëjë vullnetin tim, na dëshmon Perëndia, sepse zemra e Tij është e përgatitur, e ka sjell pranë Perëndisë, dhe Perëndia e ka mbushur me hirin dhe me mëshirën e Tij. Dhe tani kjo zemër është gati të thotë, Zot, ku don të shkoj? Çfarë don të bëj? Vazhdoi i përulur Davidi dhe i bekuar dhe me të vërtet si mbret jetoi, do të thoja i përulur, ashtu sikur se gjithmonë e linte Perëndin të ecte dhe të përparonte në jetën e tij dhe gjithmonë kërkonte nga Perëndia se çfarë të bënte. Nuk e kishte që nga fillimi këtë, më vonë mësoi këtë dhe mësojmë vëllezër dhe motra, sa më shumë të ecim me Zotin mësojmë. Dhe kur nuk është ora ti mësojmë të gjitha. Nuk arritëm të themi tani kam mësuar të gjitha, s'kam nevojë të mësoj gjë tjetër, por sa më shumë të ecësh me Krishtin dhe eci me Krishtin, kaq më tepër shoh se nuk di. Kaq më tepër nuk di dhe nuk njoh. Dhe sa më shumë ti afrohem Zotit, e kuptoj se kaq më pak di. Dhe nuk di edhe asgjë, shumë pak di. Kështu është vëllezër dhe motra. Njeriu i cili mburret nga ana tjetër, që lartëson zemrën e tij përpara Perëndisë, unë i di, unë i njoh, nuk kam nevojë për askënd, ai është krenar. Ne duam zemrën tonë ta sjellim pranë Perëndisë, të but pranë Zotit. Davidi thot kur një moment ndërsa ishte mbret i lavdishëm, Perëndia i kishte dhënë një mbretëri sikur ja kishte premtuar. E kishte bërë mbret të popullit të tij që ta drejtojë popullit. Erdhi koha që të dilnin për luftë, thot mbretërit, dhe thot Samueli, në atë kohë kur dilnin për të luftuar mbretërit, Davidi dërgoi Joabin dhe shërbëtorët e tij dhe gjithë Izraelin për të luftuar dhe për të shkatërruar amonitët. Dhe thot shkrimi, Davidi thot se qëndroi në Jeruzalem. Cili ishte gabimi i tij? Ishte se ndaloi luftën, ndaloi të punoj, ndaloi të shërbej, ndaloi të vrapoj. E la veprën e Perëndisë, la atë ku Perëndia ja kishte dhënë të bënte, dhe them përsëri, mos e ndalo atë që Perëndia të ka dhënë të bësh. Të ka dhënë një talent Zoti, të ka dhënë 2 talenta, 4 talenta, 5 talenta, sa të ka dhënë? Puno me to, mos i fsheh. Sepse do të na kërkohet llogari vëllezër dhe motra nga Zoti për talentin që na ka dhënë. Prandaj shërbe me të. Nëse nuk punon me të, së pari nuk do të mundet të japë fryt ai talent. Se Perëndia ma dha që të japë edhe tjetër, të më japë edhe tjetër, të japë fryt Perëndia nëpërmjet tij. Dhe e dyta, rrezikohem, ashtu sikurse nuk do të punoj për shpëtimin tim. Rrezikohem pra të humbas shpëtimin tim. Kujtoni pak atë punëtorin i cili e fshehu talentin e tij dhe nuk punoi për të, dhe Zoti e çoi tek zjarri i përjetshëm. Zoti të na ruaj. Davidi e la atë që i kishte dhënë Perëndia të bënte. Nuk na thot Perëndia se përse, por e la. Nuk e dim përse, mbase për shumë arsye, nuk e dim. Mbase u lodh, mbase tha dua të çlodhem pak. Vëllezër dhe motra, nuk kemi për të çlodhur këto. Çlodhja jone dini cila është. Jo tani pushimet por pushimi jonë është Krishti, është vendi i lutjes tonë vëllezër dhe motra. Më kujtohet dhe them përsëri, vëllezërit e vjetër që i dëgjoja të thonin me gojen e tyre,
jam e lodhur, gjithë ditën vrapoj lart poshtë. Kur çlodhesh, i them motër, thot hapi derën e dhomës time, fshehem prapa, sepse ishte shtëpia me fëmijë që lexonin, fëmijët e saj, fshehem tek një kënd aty dhe çlodhem. Dhe i them, si çlodhesh? Flen? Jo, i thot, nuk flej, por më çon Zoti në lutje ku shkoj. Aleluja. Dhe në qofë se do të qetësoj shpirtin tënd Perëndia, nuk do të çloj edhe trupin tënd. Davidi tha, nuk do të dal për luftë, nuk do të vrapoj tani. Dhe ja mëkati gati, pranë derës së tij ishte. Doli pa atë grua Bathsheben, dëshira lindi në zemrën e tij, nuk kishte që në atë moment të luftonte kundër mëkatit, nuk e kishte atë forcë, por ra në mëkat. Dhe e dim, vëllezër dhe motra, shumë mirë, se që të filloj mëkati dhe njeriu nuk ndalon, njëri mëkat do të sjell tjetrin. Pra, te poshtja do të jetë gjithnjë më e fortë. Dhe mbase luftove, mbase kalove shumë kohë duke u ngjitur në malin e Zotit, por zbritja, nëse vazhdon dhe nuk ndalon, atë do të jetë e madhe. Për këtë arsye vjen Perëndia që është i mëshirshëm dhe i dhëmshur të na thotë, ndalo biri im, ndalo bija ime, ndalo të poshtën që të ka marrë dysheza. Është dita për të menduar sot, vëllezër dhe motra, për të menduar me veten tonë përpara Perëndisë. Për këtë arsye mirë bëjmë që luftojmë me ato forcat tona të pakta në agjerimin, të qëndrojmë me ato pak forcë që kemi në lutje, në mënyrë që të mendojmë, vëllezër dhe motra, dhe gjithë secili prej nesh në veçanti, se ç'është ajo që nuk i pëlqen Perëndisë, ç'është ajo në jetën tonë që e bën të mërzitet Perëndia. Dhe jam i sigurt, vëllezër dhe motra, se po të shoh me pastërti përpara Zotit, me ndërgjegje të pastër, domethënë të them, Zot, ndihmom, ç'është ajo që të mërzit në jetën time? Tani do të gjunjëzohemi, do të dëgjojmë fjalën e Perëndisë, tani do të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit, o Zot. Ç'është ajo që nuk të pëlqen në jetën time, o Zot? Të lutem eja dhe ma shfaq. Dhe të bijem, vëllezër dhe motra, në mëshirën dhe në hirin e Perëndisë, sikur Davidi kur erdhi zëri i Perëndisë në jetën e tij. Sepse Perëndia Davidin e don. Edhe ne na don Zoti, na ka bërë bi të tij, bi dhe bija. Dhe ashtu sikur se njeri mëkat solli tjetrin, arriti deri të të bëj vrasje, nuk po futem në detaje të hollësishme, nga dëshira që kishte të arrinte derisa të bënte vrasje. Ku më poshtë të shkojë shërptori i Perëndisë? Sa më poshtë do të binte ky njeri? Por në fund të kësaj ekziston shpëtimi, ekziston shpresa dhe quhet mëshira e të plotfuqishmit. Vjen zëri i Perëndisë me profetin Nathan dhe i thot, Davidi thot, i tregon një histori, një shëmbëltyr i tregon. Ishin, thot, dy burra në një qytet, njëri ishte i pasur dhe tjetri i varfër. I pasur i kishte bagti të imta të trasha me shumicë, kurse i varfri nuk kishte gjë tjetër përveç se një qengj të vogël. Atë të cilën e bleu, e ushqei, e rriti dhe e kishte bashkë me fëmijët e tij në shtëpinë e tij. E donte veçanarisht atë qengj që kishte. Ishte i varfër, hante në shtëpinë e tij dhe pinte ky qengj dhe një kalimtar u ndalua tek i pasuri dhe i pasurit ju dhems që të merrten nga kopeja e tij, por shkoi dhe mori atë qengj të varfrit dhe atë flijoi dhe përgatiti për ushqim për kalimtarin që i erdhi si mysafir. Pa drejtësi e madhe dhe shfryu zemrimi i Davidit kundër këtij njeriu dhe thot, po çfarë bëri ky njeriu i pasur, thot. U zemrua jashtë masët Davidi, sepse Davidi, zemra e tij është e butë dhe e thjeshtë. Dhe duhet tani që kjo të dalë në sipërfaqe, sepse shpëtimin e tij Davidi e humbet
do të thot tek psalmi, më jep o Zot gëzimin e shpëtimit. Dhe më thënë e kishte humbur shpëtimin. Këtë gëzim të shpëtimit, të mirënjohjes, Zot, eja të më marrësh, eja të na rrëmbesh, eja Zot, sepse dua të jem pranë tejet. Mos vallë, Zot, tani nuk jam i drejtë të vi pranë tejet për shkak të mëkatit tim. Këtë kishte humbur Davidi. Dhe për këtë arsye kishte frymën e tij të coptuar, zemra e tij ishte i hidhëruar, gjendej në një pozicion të vështirë, ishte i mbushur me mëkat, por i mbytur dhe nuk mund të bënte asgjë. Them përsëri, vëllezër dhe motra, mëshira e të plot fuqishmit, fjala e Perëndis. Lavdi Zotit. Falenderojmë Zotin që kemi fjalën e tij. Falenderojmë Perëndin që kemi frymën e shenjtë, vëllezër dhe motra. Çfarë bëri pra Perëndia? I dërgoi Nathanin shërptorin e tij, i tregoi fjalën e tij, u zemërua Davidi dhe tha: "Ky njeri është i denjtë për ta vrarë", thot ky njeriu që mori qengjin e të varfërit. Dhe kthehet shërptori i Perëndis, kurse për ne sot fryma e shenjtë e cila na kontrollon. Fryma e shenjtë është ajo që na kontrollon. Dhe i thot: "Ti je ai njeri", i thot Davidit. Ja mendoni tani se çfarë pësoi Davidi në atë moment kur kuptoi mëkatin e tij. Erdhi vetë Perëndia dhe i tregoi mëkatin, nuk e kishte kuptuar, nuk e di vëllezër dhe motra, por ishte i mbytur në atë çështje. Dhe Perëndia don të mos mbytemi, don të na çliroj Perëndia, vëllezër dhe motra, të na jap krah të fluturojmë, por nuk mundemi të fluturojmë nëse nuk çlirohemi nga prangat tona, nga gabimet tona, nga mëkatet tona, nga ato që na mbajnë poshtë këtu në tokë. Isaia do të thotë më vonë dhe do të tharras: "Ja, dora e Zotit nuk është zvogluar që të mund të shpëtoj, dhe as veshi i tij nuk është rënduar që të mos të mund të dëgjoj. Por pavësitë e tuaja, thot Isaia tek populli i Izraelit, kanë vënë ndarje mes jush dhe Perëndis tuaj. Dhe mëkatet tuaja kanë fshehur fytyrën nga ju që të mos dëgjojnë." Dhe shpjegon: "Sepse duart e tuaja janë të molepsura nga gjaku, gishtat tuaj nga pavësit, buzët tuaj kanë folur gënjeshtra dhe gjuha juaj ka kurdisur të keqen. Askush s'ka kërkuar drejtësinë dhe të gjykojë me drejtësi, por bazohen në kotësinë." Shikoni tani ajo që mendonte të mbështetej populli Izraelit atëherë, në të kotat. Nuk shpresuan në Perëndin, por shpresuan në kotësinë. Gjithë kujdesi i tyre, gjithë shikimi i tyre, gjithë zemra e tyre ishte e drejtuar tek kjo botë. Mos vallë, zemra jonë është edhen në kotësinë e kësaj bote. Flasin gënjeshtra, lexuam të premten, bëjnë të keqen dhe bëjnë paudhësinë, dhe shef Perëndia paudhësinë e popullit dhe dërgon profetin Isaia, shërptorin e vet, duke thënë se nuk mundet Perëndia të shpëtojë. Mos është zvogluar dora e Perëndis, mos është rënduar të dëgjoj veshi i tij. Pra çfarë duhet të bëhet tani? Duhet të bëhet kthim dhe pendes. Kthim dhe ndreqje. Kaq e thjesht është fjala Perëndis, vëllezër dhe motra. Dhe nëse ne e kuptojmë këtë, atëherë do të kemi bekimin e Perëndis çdo ditë në jetën tonë, vëllezër dhe motra. Ki mëshirë për mua, o Zot, sipas mëshirës sate, sipas dëmshurisë sate të madhe, hiq mëkatet e mia. Sikur të thot tani Davidi, e kuptova, o Zot, tani erdhi fryma jota e shenjtë dhe ma tregoi. Bëra paudhësi tek ai njeri, bëra vrasje, gënjeshtra, sa gabime, sa mëkate bëra gjithë këtë kohë, dhe s'kisha kuptuar diçka, o Zot. Se kisha kuptuar, por e di, o Perëndia im, thot Davidi, se ti ke mëshirë. E dim këtë, se je i mëshirshëm. Për këtë arsye thot, ki mëshirë për mua, o Perëndi, sipas mëshirës sate. Për dëmshurinë tënde të madhe,
fshi të ligat që kam bërë. A e din se Perëndia ka dëmshuri të madhe për ne? E din këtë? E njoftëm dhe e ditëm këtë, sepse pam Krishtin në kryq të Golgotës. Sepse mëshira dhe dëmshuria e Perëndis u shfaqen në kryq të Golgotës. Dhe vjen tani të dëshmoj dhe të thot, po Zot, jam mëkatar, vi në mëshirën tënde, për kam nevojë të më pastrosh, kam nevojë të shetërohem, kam nevojë të kthehem. Më laj, thot, gjithnjë dhe më tepër nga pavësitë e mia dhe nga mëkati im, pastro mo Zot. Thërret më të madhe Davidi kërkon të gjejë mënyrë që të pastrohet, vëllezër dhe motra. Kurse ne, ti dhe unë, kemi gjakun e Krishtit që na pastron nga çdo mëkat, nga çdo pavësi. Vazhdon dhe thot, tek ti dhe vetëm përpara teje kam mëkatuar, o Zot. Dëshmon këtë, dëshmon mëkatin e tij. Bëra të keqe në sytë e tu, nuk bëra diçka që ti nuk e ke parë. Ti të gjitha i shef, edhe fshehtësitë e zemrës, dhe aty ku jam vetëm me shef, edhe aty ku jam me njerëz me shef, të gjitha i shef, o Zot. Për këtë arsye edhe unë sjelli zemrën time tek ti, o Perëndia im, që të shfaqsohesh në fjalët e tua dhe të jesh i patëmet në gjykimet e tua që bën, sepse Perëndia thot se të gjithë njerëzit janë mëkatar dhe gënjeshtar. O Zot, më spërkat me hisopin dhe të jemi pastër. Më laj dhe do të jem më i pastër si bora. Bëj që të gjej çlirimin tim dhe të gëzohen kockat e mia të thyera. Kockat që ke thyer të kremtojnë. Përse? Për shkak të mëkatit i ke thyer. I drejti, o Zot. Kam dhembje, o Zot, për shkak të mëkatit tim. Por më bëj përsëri të dëgjoj të vi përsëri ai gëzimi i shpëtimit tënd në zemrën time. Le të vi përsëri ajo përkrenarja e shpëtimit, ta vej përsëri në kryet tim, o Zot. Ti të më adhurosh përsëri, sepse humba nga mëkati që bëra, o Zot. Largoje fytyrën tënde nga mëkatet e mia dhe fshi të tëra pavësitë e mia, të gjitha pavësitë e mia, o Zot, mos le asnjë, fshi të gjitha. Do të thonim se Davidi diskuton me Zotin, dy të së bashku, ka ikur Nathan, i ka thënë fjalën e Perëndis dhe Perëndia pret të shohë se çfarë do të bëjë Davidi. Dhe Perëndia sot shef edhe ne se çfarë do të bëjmë. Të kontrollojmë veten tonë, jo të kontrollojmë të tjerët, por veten tonë. Të na ndihmoj Perëndia të gjejmë gabimet tona, mëkatet tona, kotësinë që dham zemrën tonë në këtë botë. Kjo që nuk i pëlqen Perëndis, ta sjellim përpara tij dhe t'i kërkojmë të na pastrojë. Krijo tek unë një zemër të pastër dhe përtëri tek unë një frym të patundur. Perëndia e bën këtë, vëllezër dhe motra, pasi të na ketë pastruar. Mos më largon nga prania jote. Frika e shërptorit të Zotit është, nuk dua Zot të me mohosh, nuk dua o Zot që të fshesh fytyrën time ndaj meje. E kuptova se më pavësinë dhe më mëkatin nuk mund të qëndroj përpara Zotit, sepse Perëndia është i shenjtë dhe të shenjtë don të rrëmbej dhe të marr pranë tij. Kthem gëzimin e shpëtimit. Çlirohem nga gjaku i derdhur, o Zot. Pasi të më pastrosh dhe të më shetërosh, atëherë do t'u mësoj shkelësvet udhën tënde dhe mëkatarët do të kthehen tek ti. Sepse Zot, unë do të kthehem tek ti së pari dhe ky kthimi im do të më bëj një vegël në duart e tua të vlefshme që të më përdorësh për pastrimin e të tjerëvet, për bekimin e të tjerëvet. Thonim dje me të rinjt, në rinin, sa bukur që disa njerëz të Perëndis kërkojnë të thojnë, Zot, çfarë do të bëj që të shpëtohem? Shumë pyetje bukur dhe do ta bëjmë edhe ne sot. Zot, cilat mëkate shef në jetën time
që ti sjelli përpara tejet, ti pastrosh në mënyrë që të shpëtohem, kjo është pyetja jonë. Por ishin edhe shërptorët e Perëndis në shkrimin, të cilët përveç kësaj kërkuan nga Perëndia që t'u tregoj se çfarë të bëjnë ato vetë për të shpëtuar të tjerët. Në mënyrë që ato vetë të bëhen shërptorë të Perëndis dhe të sjellin dhe të ofrojnë nga ato që Perëndia do t'u jap për të shpëtuar të tjerët. Çfarë tha Solomoni? Më jep dituri dhe mençuri, o Zot, që të mundem të jem në këtë popull. Të më japësh, Zot, atë që don ti, që të di se si të dalë dhe të hyj tek ky popull i yt i shenjtë, në mënyrë që të shpëtohen edhe ato. Zot, të lutemi, do të themi ne, na pastro sot, na shejtëro, që të jemi gati për rrëmbimin e kishës, por të lutem, më thuaj çfarë don tjetër të bëjmë në mënyrë që të bëhemi vegla të tuat për shpëtimin e të tjerëve të vëllezër dhe motra. Të na përdorësh për fëmijët tonë, për prindërit tonë, për farafisin tonë, për rreth e qark nesh. Çfarë të bëjmë, Zot, nuk dim, të dobët jemi, por na përdor ti. Çlirom nga gjaku i derdhur, sepse ti nuk don flijim. Por ndryshe do të sillja shumë holokauste tek ti. E din Davidi se një është flijimi që i pëlqen Perëndis, përpara së gjithash. Dhe këtë thot, flijimi dhe holokaustet nuk të pëlqejnë ty, o Zot, por flijimi tek Perëndia është zemër e butë, zemër e përulur dhe një zemër të thyer nuk do ta përçmosh. Merë sot këtë fjalë në zemrën tënde, se flijimet e Perëndis janë frymë e thyer, ti nuk e përçmon zemrën e thyer dhe të penduar. Dhe le t'i afrohemi me një zemër të tillë sot dhe me një frymë të tillë Zotit dhe Perëndis sot këtë ditë agjerimi që kemi. Për të gjetur mëshirën e Perëndis, të gjejmë hirin e Krishtit që të na ofrojë përsëri në jetën tonë dhe na premton Perëndia se nëse shef një zemër të tillë, ai nuk do ta përçmojë, por do të vrapoj, do ta pastroj, do ta shejtëroj, do ta bekoj. Dhe pasi ta pastroj, do të vazhdoj pastaj një ndërtim i ri në te. Një ndërtesë të re në te do të bëj Perëndia dhe kjo do të jetë jeta jote, jeta ime, familja jote, familja ime dhe kisha jonë me hirin e Krishtit. Amen.